Pas shumë vitesh heshtje, Sahati i Vlorës është rikthyer më në fund në gjendje pune, duke sjellë jo vetëm funksionin e tij praktik, por mbi të gjitha një emocion të veçantë për qytetin. Një ndër simbolet më të vjetra të Vlorës, që prej kohësh kishte humbur rrahjet e tij, sot sërish numëron orët mbi qytet si një kujtesë e historisë dhe traditës. Rikthimi i Sahatit ka ringjallur pozitivitet te qytetarët, të cilët e shohin këtë si një shenjë respekti ndaj të shkuarës dhe një detaj që i shton bukurinë qendrës së qytetit. Megjithatë, diçka ende mungon. Çanga, tingulli karakteristik që dikur kumbonte në ajër dhe i jepte Sahatit atë zhurmën e ëmbël që qytetarët e Vlorës e kanë ende në kujtesë. Është gjë bukur, është gjë mirë që është vënë një relik e vjetër e qytetit. Ka qenë e pëlqyer dhe është mbetet e pëlqyer. Kish kaq funksiononte. Shumë i mirë në ashti, ne kemi parën para. Nuk ka qenë si që është në ashti. Jo, në ashti është rregulluar çfarë themi për gjithë vendin, jo për. Është rregulluar edhe ora, është gjë e mirë kjo. Shumë e mirë. Mund të orientoheni me Sahatin, dikur më para ishte një orientim për juve, a? Po, vite më parë. Në ashti është më mirë akoma. Halal e paçi. Qyrgje vendor. Ç'a të them unë? Qyrgje vendor. Është gjë e mirë për qytetin, për ju të vjetrit sidomos. Po duhet ishte, jo është, po duhet ishte. Duhet ishte, se s'bën. Ikën ato vite më parë, kish më lezet sa doj, po bën gjithë këto gjëra. Shumë mirë vlerësoj. Po nuk ajo çanga që nuk u bie na bën mirë në pleqve, se durojmë dot ne. Ajo sa herë që vete ora bën vetëm një tring, bën tring. Në 9:30 bën pap, e kuptoj, unë vajti 9:30 do pi ilaçe. Është shumë mirë që është vënë në punë. Pse mos viret në punë? Le që është gjë antike, gjithë turistat këtu kalojnë. Gjithë këtu. Edhe pse ora tashmë tregon kohën e saktë, qyteti pret me padurim që të rikthehet edhe ai tingull i dashur që për vite me radhë ishte më shumë se sa një sinjal për orën, ishte një pjesë e shpirtit të Vlorës. Sahati ka rifilluar të numërojë minutat dhe orët dhe tashmë mbetet vetëm që të rikthehet edhe zhurma e bukur që ta bëjë këtë simbol të ndjer plotësisht si dikur.